Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Nata e sotme ishte një natë shumë e zjartë. Nëse fansa do të më shkruajnë Tiron, a i ke dëgjuar rrahjet e zemrës, i dëgjova. I dëgjova si të gjithë ju që i dëgjuat në momentin kur u përqafuan Brikena dhe Mateo në dhomën e grimit, rrahjet e zemrës ishin jashtë zakonisht më dha. Do me thënë, këto të dy ishin duke dhënë shpirt pranë njëri tjetrit. Japi mendime të ndryshme në fakt rreth këtij raportit. Unë kam qenë pak konfuz kundërdrejt Brikenës, kundërdrejt ndjenjes të saj, kundërdrejt emocionit të saj, kundërdrejt asaj çfarë Brikena ndjen në vete. Por Brikena, me sa unë shoh, e ka një presion të jashtëzakonshëm të kamerave edhe nuk mund të kalon përtej asaj frikës që ka brënda në zemër. Nëse sonte nuk do t'i dëgjoja ato rrahje të zemrës, ndoshta nuk do të besoja në dashurinë e Brikenës dhe Mateos. Për të qenë në fakt koherent, unë kam qenë gazetari i parë që kam thënë që Brikena dhe Mateo do të lidhen, dhe ju të cilët më keni ndjekur nga dita e parë deri më sot e dini shumë bukur se çfarë kam thënë për këtë çift. Por sonte teksa po dëgjoja ato rrahje të zemrës që mendoj që janë rrahje që vinin nga dy burime, le ta quajmë kështu. Burimi i parë dashuria apo emocioni, apo ai eksitimi shpirtëror, le ta quajmë eksitim shpirtëror që Brikena ka kundërdrejt Mateos, dhe burimi i dytë nga frika e familjes se si familja e percepton këtë gjën, domethënë si e shikon familja. Mateo ishte shumë afër puthjes. Unë do të them që Mateo ja rëmbeu puthjen. Në një cep të buzës Mateo e puthi. Por dhe Brikena sonte ishte shumë gati dhe ishte shumë e qetë për t'ia dhënë puthjen dhe për t'ia dhënë përqafimin Mateos. Do të thënë, Brikena e ka ndjer jashtëzakonisht shumë këtë moment, edhe e shikoja që e provokonte Mateon, e provokonte pafund vetëm e vetëm që Mateo të arri t'ia rëmbej puthjen Brikenës. Do me thënë, unë mendoj që kjo puthja ishte pak e stisur më shumë nga ana e Brikenës. Tani, a e bëri Brikena sonte këtë përqafimin për të shpëtuar Mateon nga nominimi? Jo. Sepse Brikena nuk është një lojtare që i bën gjërat në kuadër të interesit të lojës. Ajo ka ndërtuar një perceptim, ajo ka një bindje të plot që Mateo është një banor jashtëzakonisht i fortë jashtë, ka një fanbase të gjerë sepse të gjitha ato drona të cilët janë bërë pjesë e kësaj shtëpie, të cilët janë bërë pjesë e kësaj dashurie, janë pikërisht për të dhe për Mateon. Dhe unë mendoj që Brikena është e bindur që Mateo nuk del jashtë. Do të thënë, ky përqafim që ndodhi sonte, kjo puthje që ndodhi sonte, ky emocion që ndodhi sonte, që i gjithë publiku e përjetuan, sepse rrahjet e zemrës, unë me thënë drejtën, në Big Brother nuk kam dëgjuar kështu rrahje zemre nga banor që puthen dhe tentojnë t'ja japin puthje njëri tjetrit. Do të thënë, rrahjet e zemrës ishin nuk e di, no comment. Mikrofoni atë që ka kapsonte, nuk ma merr mendja që do të ketë fatin maj mikrofon të kapën momente kaq të këtilla. Këto rrahje zemre thjesht e vulosin këtë dashuri dhe ka marrë fund. Do të thënë, Brikena është vërtet e dashuruar me Mateon. Dhe Brikena, sa po të del jashtë, kur do të qetësohet shpirtërisht që familja e saj janë dakord për këtë marrëdhënie dhe janë okay me këtë marrëdhënie, më besoni që Brikena do t'jetë e para ajo që do të hedhën fotografi në Instagram për të bindur fansat edhe ndjekësit e këtij reality show që marrëdhënia e tyre ka shkuar drejt një rrugë shumë të bukur dhe po sjellën fryta shumë të bukura. Do të thënë, po sjellën fryta të ëmbla të dashurisë. Unë pres një moment fantastik që Brikena dhe Mateo
do të sjellin tek publiku shqiptar. Mateo e pash sonte shumë entuziast, do me thënë Mateo ishte, mund të them, më i eksituar për ta rëmbyer këtë puthje se natën që tentoi me Brikenën. Unë prisja që Mateo të largohet nga Brikena për qëndrimet e saj, për veprimet e saj, për lëvizjet e saj, por realisht dhe në të vërtet është e kot. Ato që kanë dashuri të vërtet brenda në shpirt, pa marrë parasysh se çfarë të ndodh mes tyre, pa marrë parasysh se si do të shkon rrugtimi i tyre, pa marrë parasysh se si do të jetë marrëdhënia e tyre, ato në asnjë mënyrë nuk heqin dorë nga njëri tjetri, lëndohen, çlëndohen, afrohen, largohen, zhgënjehen, thyhen, ripajtohen përsëri, ribashkohen. Nuk ma merr mendja që mes tyre ekziston fenomeni i ndarjes. Do me thënë, unë e shoh Brikenën shumë gati për ta jetuar ndjenjën e saj, jo për të ndikuar në lojë. Brikenës nuk i intereson fare për lojën. Do me thënë, Brikena është e bindur për fuqinë që ka Mateo, po edhe sikur Mateo të del, Brikena përsëri e di që Mateo nuk ka hyrë në këtë Big Brother për të fituar lojën, por ka arritur ta kuptojnë që Mateo ka hyrë në këtë Big Brother për ta fituar Brikenën. Edhe sot, në fakt, gjatë pyetjeve që banorët po adresonin kundërdrejt Mateos dhe Stenaldos, se për çfarë arsye nuk duhet të dilni nga shtëpia, do me thënë Mateo ishte jashtëzakonisht i bindur që qëllimi i tij për të qëndruar për të qëndruar brenda në shtëpi, ishte Brikena. Unë e shoh Mateon shumë të afër dhe të dashuruar me Brikenën dhe mendoj që pas 4 vitesh, me tentativën e tij, me lutjet tek Zoti, me besimin e plot, Mateo ja arriti këtë qëllimin. Sonte puthjet kanë qenë të ndjera si nga ana e Brikenës. Unë e shikoja që Brikena i shijonte shpirtërisht, do me thënë mimikat janë përgjigja e të gjithë pyetjeve që ne adresojmë. Mënyra se si Brikena i mbyllte syt, mënyra se si Brikena e puthte Mateon, i afronte buzët, e provokonte. Do me thënë ishte shumë gati që t'i jep një puthje të nxehtë edhe të zjarrt, gjë të cilën në fakt edhe Mateo e kuptoi ditën e sotme dhe e shijoi. Por puthja u rrëmbye dhe pikërisht puthja u rrëmbye në dhomën e grimit, teksa Brikena dhe Mateo po tentonin që të krijojnë emocione kundërdrejt njëri tjetrit dhe të shijojnë pasion kundërdrejt njëri tjetrit. Do me thënë, është një lidhje dashurie jashtëzakonisht e bukur, është një lidhje në të gjitha dimensionet fantastike dhe unë mendoj që të vazhdon edhe jashtë. Do me thënë, sonte patëm fatin të shohim një moment shumë të ëmbël në marrëdhënien e tyre. Dua të marr mendimin tuaj për të gjithë këtë analizë që unë bëra.